Përshëndetje të nderuar pacient. Siç e dini, neve të Trup Podcastit i marrim parasysh kërkesat e sovranit, i marrim parasysh sugjerimet që na bëjnë bashk pacientët, dhe nuk është se kemi një filtr të personazheve që janë të ftuar në podcastin ton, përpose duhet të kenë tru. Ai organi periferik që i mungon pjesës dërmuese të shqiptarëve, dhe më mirë se sa të kesh të ftuar për një bashkëbisedim për qefin ton, një astrofizikant, një pedagog, një njeri i cili u ka dhënë përgjigje pyetjeve më të vështira në mënyrë më të thjeshtë se sa astrofizikanti Erald Buneci. Erald, faleminderit që më erdhe. Tani para se të nisim the që ti asnjëherë nuk je gati të futesh me atë idenë që unë nuk jam gati asnjëherë. Kështu që shpresoj që si thua të bëhesh gati rrugës. Domethënë dashuria vjen duke ngrënta, vjen nga stomaku, kështu që le të ham pak intelektualitet që të ndihemi gati të dy. Shikoj. Një nga arsyet që mua më ka tërhequr fakti që juve t'jeni një bashkëbiseduesi imi, është se më shumë se sa 10 apo 15 veta që unë i vlerësoj, më kanë shkruar dhe më kanë referuar që mere Eraldin. Tani, a mund të më shpjegosh pak çfarë i ka bërë njerëzit që të jenë të tërhequr karshi jush? Mirë se gjitha. Normalisht unë mendoj se veçantia e kësaj teme, e kësaj fushë që merrem unë, dhe me që kjo fushë është pak e rrallë dhe nuk janë shumë persona që merren me këtë fushë, kërkon që të shuaj kuriozitetin tek njerëzit. Njerëzit duan të shuajnë kuriozitetin lidhe me këtë fushë, me që është një fushë e re dhe normalisht fusha e re përbën një çik tërheq njerëzit shumë më tepër. Është dhe fushë pa studiuar, në krahasim me fushat e tjera gjithmonë. Po. Nuk është rrahur veshje me këtë lloj informacione, është dhe këto normalisht janë thelbi, baza e kuriozitetit të njeriu. Dhe normalisht nxit. Po si ka mundësi që ti le të drejtohemi njëri tjetrit me ti, ta heqim këtë hierarkinë ju? Patjetër. Si ka mundësi që ti u apasionove drejt një dege kaq shumë të vështirë? Domethënë, unë kur mendoj fizikën, më vjen parasysh një zysh super e egër, që ta bën jo tërheqëse fizikën. Imagjino tani të futesh edhe fjalën astrofizik. Si ka ndodhur, ça? Normalisht njeriu që kur lind, domethënë ka ato veçoritë e veta. Unë këtë dëshirë për të mësuar të panjohurën ose kuriozitetin e brendshëm e kam pas që në mendimet e mia të para, kur kam qenë shumë i vogël, domethënë që 2-3 vjeç po them. Domethënë kështu kam parë botën me këtë sy, kam dashur të njoh, të zbuloj të panjohurën. Ndoshta kjo dëshirë vjen që në pavetdijen tonë kur jemi zakonisht më të vjeç se 2 vjeç i bie. Po. Mosh 1 vjeç, 2 vjeçar, në mënyrë të pakuptimshme, ndoshta prindit kanë çuar më shumë ngjyra, drita, zhurma, dhe nga këto më kanë zgjuar mendjen në këtë drejtim dhe më kanë shtuar kuriozitetin. Ndoshta unë kemi kuriozitet të smur dhe unë duaj që të shërohem me anën e informacion marrjes dijeve. Varet se si mund ta quajmë këtë gjë. Dhe normalisht që atëherë, që në atë moshë, unë kam filluar me këtë drejtim dhe kam vazhduar duke kërkuar pavarësisht vështirësive, stresit të jep ndoshta kjo, megjithëse mua kjo më shkthyer në kënaqësi, tash në nevojë. Dhe ja ku jam sot, domethënë vazhdoj edhe do vazhdoj besoj prapë në këtë fushë. Du të di. Cila ka qenë e bukur kjo, e bukur shumë. Domethënë tani ti e ke kur. E kapa këtë tok fjalshin. E kam kur, tani më kuron. Domethënë ti mendon se ky normaliteti jon, me sa kuptova unë, është i smundje, pra ky lloj njeriu vegetativ që ha, rri, pi edhe jashit, ti ke dal me anë të astrofizikës, që është kura jote, për mua është
për mua është historia, arkeologjia. Domethënë Mjafton të kemi një deg. Kur ti përmende ato 2-3 vjeçën, unë mbaj mend që ti mati 4 vjeç, kur shkoni me familjen në Apolloni, se unë jam rritur në Fier, i kam bër pyetjen, o ba, unë e kam vendosur dorën, aty ku e kam vendosur ata xhaxhat 500 miliard vjet më parë, se nuk e kisha nocionin e kohës. Shumë e bukur. Dhe pyetja ime për ty është cila është pyetja e parë që ty të ka friksuar, që i ke bë vetes? Normalisht ajo që kam friksuar dhe që kam dashur të jap përgjigje dhe normalisht sa t'ja kam thënë përgjigje në moshën 3 vjeçare, është që njeriu një ditë do vdesi. Edhe këtë e kuptova, domethënë në moshën 2 vjeç deri në 3 vjeç u mundoja të jepsha përgjigje, sa nuk jepsha përgjigje, dhe në moshën 3 vjeçare e mbaj mend dhe momentin fiks kur thash, po njeriu domethënë do vdes ka një ditë normalisht. Kjo është ajo përgjigje e parë që i thash. Po si e ka? Mbaj mend më shumë nga të tjerat. Domethënë, mua kjo më ka ndodhur kur vdiq gjysha ime, ndjes pas. Fetia që unë e kam dashur. Ja, për momentin kur je i vogël po. 8 vjeç, unë aty kam kuptuar që mbaron jeta. Kur kam dëgjuar intervistën e profesor Jungut, vedia e tij kishte nisur në moshën 11 vjeçare, kur ai tha unë jam. Me ty pas ka ndodhur akoma dhe më herët se sa neve. Me ty pas ka ndodhur në moshën 3 vjeçe. Pra, ti aty kuptove që ti je. Sepse që ti të konceptosh vdekjen, ti duhet të kuptosh që ti je. Ti je dhe ti do marrësh fund. Ky lloj cikli do marrë fund. Ba aty u binda normalisht që. U binda. Aty u binda, se gjithmonë dyshoja, thash jo, se ndoshta nuk është kështu, po varet se si. Pastaj mora vesh që më vërtet ashtu që ka thash. Po definicioni i vdekjes për shembull, si e definon vdekjen? Tashti definicioni i vdekjes është pak a shumë i njëjtë, megjithëse me teoritë e relativitetit, un kam një teori time pastaj, po ndoshta kjo është e ime, nuk është shkencë. Pak rëndësika, çdo njeri ka teoritë e veta. Jam interesuar ta dëgjoj. Në teorinë e relativitetit është që koha e njeriu, unë kam bërë një postim për këtë që e shpjegon çik më gjerë, po në teorinë e relativitetit koha e njeriu vjen në lidhje me kohën normale, orën në mur, domethënë, vjen edhe ngadalsohet gradualisht. Dhe ora në mur njeriu i duket gjithmonë më e shpejt, ndërkohë që ne plakemi. Për ne fëmijët janë më të shpejt, të vjetrit janë më të ngadalt. Realisht ato ecin më shpejt nga që shohim ne. Ne jemi më të rinj se ato dhe i shohim të ngadalt. Ato janë më të shpejt se aq sa i shohim ne. Dhe eksponencialisht, kjo është e bukur, eksponencialisht, universi funksionon me eksponenciale. Koha e njeriu vjen ngadalsohet gjithmonë më shumë, por eksponenti asnjëherë nuk shkon tek origjina në zero, nuk shkon kurrë në zero. Vjen afrohet gjithmonë më shumë dhe koha e njeriu vjen ngadalsohet gjithmonë më shumë pafundësisht, domethënë ngadal, por asnjëherë nuk arrin vdekja. Domethënë nuk arrin vdekja. Si mendje. Nuk arrin vdekja asnjëherë. Po të shohësh këto lloj informacione që kemi sot neve, i bie që njeriu praktikisht mos vdesë asnjëherë, por trupi ndërkohë mundet nga efektet dukurit natyrore, e shkatrojnë. Dhe si trup shkatrohet, mendja ndërkohë tenton të avancojë, të vazhdojë në kohë, se mendja kështu funksionon. Dhe këtu është ai dallimi midis trupit dhe mendjes, se ndodh këtu në këtë pikë tash. Jam duke studiuar akoma. Po që ideja është që mendja vazhdon edhe njeriu e shef botën gjithmonë më të shpejt, pa arrit në një pikë fikse që quhet vdekja. Normalisht këtu është ajo që ndoshta njeriu nuk vdes. Kam parë disa podcasta që flisnin për ishte një burr 78 vjeç me imazhin, me dukjen e një djalit 32 vjeç. Mosha ime. Ishte 78. Ai kishte teorinë e vet të fasting, që do të thotë un ha një herë, rrit 2 ditë bëj fasting, pastaj ha prap pa u ngopur dhe nxirrte një teori që trupi është një mekanizëm i cili nëse ti e trajton mirë, mund të jetojë mbi 300 vjet, 400 vjet, 500 vjet, 600 vjet. Mjafton që ti të mbash mendjen gjallë, pra ato impulset që ti thua me drejt, vin impulset e universit, se mendja ndryshon ndryshe nga trupi dhe ti tani po e studion atë. A ka mundësi të ndodhe kjo, domethënë, sepse ta mendojmë vetë sikur futemi në një dhomë frigoriferike, ngrim. Po ta ngrish, mund të zgjojmë edhe pas 500 vjetësh. Apo ja. Shkencërisht pak. Ashtu po, nuk ka limit, ajo mund të është
Mund ta spostosh, i bën pauzë, po. Si mund të arrim neve që ta ngrim këtë trurin ton, ose trupin ton, ose t'i fusim në një ndërlidhje që t'jen në mënyrë simbiotike, sepse derim tash, me qa shofu në modernizëm, neve mirë që po na e kalbin trupin me sheqerna, me substanca, me pisliqe që ham, po na e kalbin dhe mendjen, jo vetëm organikisht, po edhe me këtë kutinë e zezë, duke par pisliqe. Po, edhe ajo është. Normalisht mundësia e trupit që të rrojë më gjatë është, normalisht mund të jetë të paktën ke 200 vjeç. Normalisht njeriu po të jetë në atë kurën perfekte, me dietë normale, mjaftueshme, jo me ato informacione që kemi ne sot, me ushqimin perfekt, me gjithë lëvizjen fizike e gjithë tjerat, ne mu kemi 200 vjeçin, domethënë e kemi si standard minimum. Po, normal. Dhe me ç'kemi parë, në kohën para disa shekuj, domethënë përpara, njeriu e kishte mesataren 30 vjeçare. Përmirësimi i kushteve të njeriu shkum në 90-100 vjeçare. Normalisht porrojmë 3 herë më tepër me përmirësimin e kushteve, por shohim që normalisht këto kushte nuk janë përmirësuar as duhet, se normalisht kemi ato ushqime që thatë vet, që normalisht nuk janë fare të mira, mendja nuk stërvitet që të jetë gjithmonë aktive, e kalitur nga ana mendjes, se mendja ka shumë efekt në jetësinë e njeriu. Plus dhe trupi po ashtu, kështu që ne përsëri nuk po sillemi mirë me trupin ton. Dhe normalisht kemi arrit 100 vjet. Por sikur të bëjmë perfekten, normalisht 200 nuk është shumë, 200 vjeç. Domethënë plus që po bëhen edhe mjekësia po avancon dhe normalisht janë gjetë genet e gjatësisë që mund ta çojnë njeriu të rrojë edhe 3-4 herë më tepër, plus që mund ta ndalojë edhe plakën me këto lloje ilaçe, se janë gjetur pak a shumë ilaçe, janë bërë dhe testet në kavje dhe i kanë shtuar jetën më tepër, organet i kanë bërë më të reja siç ishin. Domethënë ka prirje që njeriu dhe të bëhet më i ri në anë të këtyre ilaçeve, domethënë po themi. Mund ta kthejmë kohën mbrapsht njeriu. Domethënë është e mundur, është thjesht njeriu është një mekanizëm si makina, po themi. Po. Si është më kompleks, organik. Dhe mund të manovrojmë, organik, dhe mund të punojmë me këtë lloj mekanizmi, është njësoj si me makinën. E kthejmë mbrapsht kohën, e bëjmë të ri, e bëjmë të vjetër, nuk është asnjë problem. Domethënë, për momentin është, po shumë shpejt nuk do jetë më problem. Njeriu mund të jetë dhe i përjetshëm. Shikoj. Shumë shkencëtarë thonë që mund të jetë. Meqense po flasim për përjetësinë, se un kam pyetje kurioze. Dua, më thënë, një fizikant për mua po të bëj një elaborim, së pari është super filozof. Sepse filozofia vjen të gjesh të vërtetën, në kërkim të vërtetës. Po të marrësh për shembull Teslën, të marrësh që për mua është dashuria më e madhe, mendja më e madhe që ka ekzistuar është Nikola Tesla. Po të marrësh edhe Albert Einsteinin. Janë filozof të frikshëm. Po. Janë më shumë filozof se sa janë fizikant. Tani, kjo lloj pavdeksie në thelb, po ta bëj një pyetje dhe elaboroje, dua ta elaborosh si duash ti. Mos vallesh mallkim? Vdekja, do mos është mallkim? Jo, mos vdekja, përjetësia, pavdeksia. Aha, po në këtë kuptim. Po, në kuptim. Normalisht, edhe sikur njeriu të arrijë pavdeksinë, ndoshta të gjithë njerëzit do vinë një moment që do duan të vdesin për shkak të limitit të mendjes tyre. E bukur. Domethënë, ndoshta nuk mund të durojnë dot jetën në një kohë pa kufi. Do vi momenti dhe ka shumë thënie nga filozofë e psikolog që thonë që njeriu do dhe që të vdesi. Normalisht vi një moment që mërzitesh me çdo gjë. I ke bërë të gjitha, i ke arritur një kuptim për çdo gjë, jeta të kthehet në monotone komplet, çdo gjë e kaluar bëhet e mërzitshme kur e ke bërë shumë herë, dhe nuk ke më asgjë të re të bësh, gjithmonë duke pasur një limit të mendjes, dhe ndoshta njeriu do të vdesi, por ka një mundësi që mund ta bëjë jetën shumë interesante, e bën natyra dhe universi. Nëse neve kemi një rritës të informacionit të marrë, që marrim informacion, shkencëtarët që kërkojnë natyrën, të fshetat e natyrës, nëse marrin informacion mjaftueshëm dhe e përpunojnë dhe gjejnë mistere, zbulojnë natyrën që është dhe më e bukur, edhe më interesante, edhe gjejnë misteret e natyrës vazhdimisht, jeta vazhdimisht mund të bëhet interesante. Dhe njeriu mund të zgjasë jetën në këtë kuptim tash, me dëshirën e tij. Po, domethënë ti thua që në përjetësi
neve do kishim një lloj tentative për të ekspansionuar drejt universit, pra drejt fshetave apo të panjohrave të universit. Po. Ndërkaq Si një kënaqësi, si një si kënaqësi, po. Ndërkaq nga ana tjetër do zhduke kjo ideja koncepti i riprodhimit, apo jo. Domethënë në një botë hipotetike me të pavdekshëm, kujt po intereson me linjë pasardhës? Nuk i intereson. Por nuk është e thënë që mos lindesh më pasardhës, nuk është e thënë. Jo, bie margje. Normalisht, bie nuk është e detyrueshme, normalisht nuk është nevojë ose se normalisht ne kemi atë të bëjmë pasardhës me qëllim nga që neve nuk jetojmë dot më gjatë. Se po jetonim, nuk do kishim nevojë të bënim pasardhës. Se të bësh pasardhës është një mundësi që sikur neve jemi të pavdekshëm. Na duket vetja sikur jemi të pavdekshëm, po bën pasardhësin. Si thosh, e lash diçka, unë do vazhdoj të jetoj në këtë fond. Por nëse unë do jem gjithkohës, nuk ka më kuptim kjo gjë. Shikoj. Ti ke lexuar librat? I ke lexuar librat e Harry Potterit? Besoj se po. Jo. E di Harry Potter, por nuk është se kam lexuar librat. Okej. J.K. Rowling ka një imagjinat frikshme. Unë mendoj që ajo ka hapur një portal në trurin e vet. Që ka parë një dimension, ose je shfaqur si vegim një dimension, ose ka kërkuar diçka, një përgjigje, jesh bërë një vegim. Në librin e parë, ja kam thënë edhe tjerëve, po nuk ka njeri më adekuat se sa t'ja bëj këtë pyetje. Edhe duhet ta lidh edhe me Shqipërinë. Fluron vdekja, Voldemorti, që është personazhi negativ, ai magjistari i keq, në librin e Harry Potter njëshit, të gurit filozofal, të pakën përkthimin që unë kam shpirë, kam nënvizuar, thot, është konservuar si energji në pyjet e errta të Shqipërisë. Si pas kërkimeve të mia, që janë pyjet e errta duke u lidhur dhe me mitologjinë shqiptare, janë bjeshte namuna. E kupton shpenin? Po. Tani, kur kjo mendon zgjodhi Shqipërinë, pyet e errta të Shqipërisë, bjeshte namuna, që neve flasim zanat, që gurosën, muin, halilin, i dhan forcën, e më thet tash. Po, me qumshin. Ky vendi jon, edhe flitet për malin e Tomorrit, që ka forcë graviteti, e tjera. Unë kam qenë vetë mal Tomorit, në pelegrinazh, shumë herë. A ka diçka kjo toka jon? Mendon për shembull mbas studimeve tua. Ke kapur në një studim në një gjë, në një fushë magnetike, a diçka? Toka jon, me sa mendimin im tash, toka jon ka një histori të madhe me njerëzit, ka një kulturë shumë shekullore, dhe kjo kulturë shumë shekullore ka dhe gojdhëna dhe histori shumë. Se ka tradita shumë të mëdha, shumë të hershme, të vjetra, dhe koha është misteri i kësaj kulture. Koha, dhe normalisht koha bën atë që mos mahet mend historia mirë, po të mahet mend thelbi i saj, deformohen historitë dhe lindin mitet. Normalisht vendi jon është shumë i vjetër dhe ka shumë mite. Dhe normalisht unë them që është thjesht legjenda, asnjë gjë reale. Asnjë gjë reale. Ta kapësh jo, domethënë jo reale. Janë thjesht mite, janë të mbetje të kulturës të vjetër, një kulturë që ka pjesë, domethënë ka prallat e veta, ka pjesë të humbura të saj, përmirësime, ndryshime të ndryshme, dhe normalisht ajo që ngel sot është janë ato mitet që bëjnë kulturën e vjetër të Shqipërisë, shqiptarëve. Është thjesht mite, fantazi të njerëzve, po jo asgjë reale kështu, nga këto gjërat e çuditshme, ose gravitetet e këto, nuk besoj ke këto, as fuqia e këtyre mistereve ose tokat e shenjta këto. Ku beson, domethënë, cilat janë shtyllat e tua të besimit? Unë nuk besoj fare, nuk besoj as në shkencë, jo më në gjëra tjera. Unë dyshoj në çdo gjë. Je dekartian. Po besove në shkencë. Po. Nuk e di si mund të quhet. Jemi dakord tu. As unë s'besoj në shkencë. E dyshoj të pakën. Domethënë duhet dyshim në çdo gjë, Nëse beson këtë nivel shkencor, nuk avancon dot më, si do besosh këtu. Po. Duhet gjithmonë të jesh dyshues për çdo nivel. Shkenca është një gjë që ndryshon gjatë gjithë kohës. Nuk ka asnjë lloj forme. Dhe ne gjithmonë duhet ta ndjekim, ta përmirësojmë edhe të mësojmë. Është e vetmja gjë që ne është arma jone vetëm për mbijetesë në këtë univers, normalisht, për përmirësim edhe për mbijetesë, normalisht.
Kështu që jo më ke gjërat e tjera që nuk pranon as nga shkenca. Domethënë ato jo, domethënë. Beson Erald Buneci në Zot, qa është Zoti për Erald Bunecin? Sepse Albert Einstein kur është pyetur se qa është Zoti, thot është një pik me vëllim zero dhe me dëndësit pafundme. Ai është Big Bangu, kushtet fillestare të Big Bangut klasik teorik, por që dhe Big Bangu nuk është ashtu sot, ka ndryshuar. Megjithatë, njeriu ka dy frika të mëdha. Frikën nga vdekja dhe frikën se mos vdesi i varfër. Këto janë dy frikat kryesore. Frika nga vdekja e ka dhënë zgjidhje me ekzistencën e një fuqie të madhe, që normalisht ai nuk vdes, po ndron ambient. E ka zgjidh këtë problem. Problemin e pa zgjidhur ose gjysmë të zgjidhur e ka jetën këtu në tokë, luftrat për përmirësim, për të marrë energji e resorse e për të gjithë tjera, e ka gjithmonë ke përmirësimi që të bëhet i pasur sa më shumë. O të bëj luftër, o të punoj shumë, ose të bëj. Kjo është frika e dytë. Domethënë, ke frika e parë që kemi punën me jetën e përhershme, ne kemi gjetur Zotin. Është thjesht një rezultat i një frike. Rezultati i frikës. Nuk është real real, normalisht. E kush e mban? Rezultati i frikës është që dhe kush e mban këtë lloj realiteti sipas teje? Këtë natyrën, universin. Po, universin. Këtë lloj realiteti. Nuk normalisht ky univers nuk ka nevojë të mbahet fare, se normalisht ta kapësh nga filozofike s'ka kur bjeri. Po. Është i rënë, është në nivelin minimal të të gjendjes. Dhe normalisht kur themi për krijim, pastaj që ky univers është krijuar, ne fusim gjithmonë një moment kohor në të cilin ky univers mund të kriju. Por kur fusim kohën, koha vet nuk ka as fillim as fund. Është parametri kryesor i kohës, që nuk ka fillim e fund. S'mund të ketë. Po. Sikur thu kohë. Po. Dhe kështu që ky univers nuk është krijuar, po është i pa limit. Dhe normalisht nuk ka një moment krijimi. Nëse është kriju koha, është krijuar jo para mbrapa në kohë, po anash si thosh. Nëse është kriju. Kështu që del çdo gjë jashtë kufirit të zbulimit të shkencës. Nëse mund të ketë një Zot, ai do jetë patjetër jashtë kësaj natyre dhe absolutisht i pamundshëm për të vërtetuar. Kështu që po pyete një që do shkencën, për të qenë shkencën, ai është komplet njeriu më i paduhur për këtë fushë. Jo, nuk po të pyes, nuk po të pyes për Zotin, nuk po të pyes për Zotin teologjik. Po të pyes se të pyeta krijuesi. Pra, krijuesi mund të jetë çfarë do lloj gjëje. Kush Zanafilla, më saktë, më fal se u shpreha unë gabim. Cila është Zanafilla? Po, nuk e di. Zanafilla. Zanafilla, unë kam dhënë një shpjegim sa të Zanafilla, kam bërë një postim për këtë, që normalisht duke parë gjendjen aktuale të universit, i cili është me shkak dhe pasojë, në çdo gjë në univers ka një shkak dhe pasojë. Më pyetet do t'ja përgjigjen. Dhe shtyva gotën, ra nga tavolina, do thyet, dhe duke vazhduar ashtu shkak pasojë, po të ecim mbrapa në kohë përpara Zanafillën, do ecim pasojë shkak, dhe duke parë se universi duke vazhduar në kohë përpara, vjen thjeshtohet gjithmonë më shumë, por sot jemi më kompleks, më përpara ka qenë grimca gjithmonë më thjeshta, vjen në një pikë pafundësisht përpara, në cilën ka ndodhur gjëra, një shkak pafundësisht i vogël, që ka ndërçuar në një të paktën një pasojë pafundësisht të vogël. Domethënë bëj fjalë për ngjarje pafundësisht të vogla. Nëse i mendon diku pak të madhe, ec prap mbrapa në kohë, deri kur ajo të bëhet praktikisht zero. Po ç'a mund të jetë? Ma shpjego mua se unë se lidh dot. Domethënë unë nuk e kam trurin tënd për të fantazuar këtë lloj, për ta projektuar këtë lloj gjëje. Për shembull unë thjesht do të imagjinoj kur shikoja të rrjetin kartezian pas teje, diametrin e gjitha më zëkoka, më kujtohet Lefter Lega. Jo, kjo është thjesht Jo, më kujtohet profesori matematikës që e kam pasi natë të rrjetën. Ai më nxori matematikën nga qefi. Ty mund t'japi dashuria ajo, a kupton? Për ty është dashuri. Ajo është shpjegim, unë pa atë unë nuk di ku do shkoj domethënë. Pikërisht, ajo është një ndim për mua. Si mund ta përfytyrojmë këtë gjë kaq të vogël që ka shkaktuar diçka? Domethënë, duhet të imagjinojmë infinitin. Po. Një gjë që ne nuk kemi përgatit, e vetme gjë që ne nuk kemi përgatit gjatë gjithë historisë tonë, që ku kemi qenë kafshë të thjeshta deri kur erdhëm sot, gjatë gjithë historisë kulturës tonë, nuk kemi mësuar me infinitin. Ky është një term i ri që ka dalë shekullin e fundit, atë 2 shekujt e fundit. Dhe normalisht
Këtu është vështirësia jonë më e madhe në trurin tonë dhe në botë kuptimin tonë mbi natyrën. Natyra, universi lëviz me infinite. Vetëm kështu funksionon natyra. Ka infinite. Ne jemi përballë sot me një botë komplet ndryshe nga ajo që mendonin përpara dhe është dhe më shumë misterioze, por duhet të kuptojmë infinitin. Normalisht pafundësisht përpara tregon një kohë të pa imagjinueshme përpara, objekte ngjarje që ndodhin praktikisht aq të vogla sa ne mund të themi shumë që nuk ka ndodhur asgjë. Aq të vogël. Është sikur të mendosh për shembull të numërosh nga 0 ke 1-shin. Ne numërojmë me kapërcime. Gjithmonë 1, 2, 3, 4. Ne kapërcejmë, nuk numërojmë rrjedhshëm. Po të numërojmë rrjedhshëm, do themi jo, nuk është 0 1, është 0 presje 1. Po të vazhdojmë, se edhe ky është për kapërcim. Jo, atë do bëjmë 0 presje 0 1. Edhe shkojmë 0 0 infinit 1, edhe ne kur nuk arrim ke 1-shi, real. Domethënë nuk imagjinohen to. Kjo është bota reale, hajde imagjinoje, hajde merro me këtë. Por duhet dim, po ditëm që koha është e pafundme, përpara dhe mbrapa, ngjarjet thjeshtohen deri në pafundësi, se e kanë kohën për të thjeshtuar. Atëherë i bie që normalisht bota ka nisur nga një shkak pafundësisht i vogël. Praktikisht ka nisur vetë ose pa shkak. Fillon e flet për çfarë, pastaj nuk ke një përgjigje, ka nis pa shkak, se thu dot. Ka nis ka një shkak pafundësisht i vogël, po si nisi nga një shkak pafundësisht i vogël? Por realisht ka nis nga infiniti. Nga këtë lloj gjendje e çuditshme që neve nuk e konceptojmë dot dash mirë sot, se nuk kemi mësuar. Ne kemi nis nga një botë. Po ky realiteti i pasqyrave. E ke parasysh çfarë dua të them, që universi mendohet si një pasqyrë që reflekton njëra tjetrën, që unë jetoj në Kanada në një dimension tjetër, ba me bë reflektimi, pra janë ca teorira shumë komplekse. Pra sa është probabiliteti o Erald që unë, tani dhe Erald Buneci, Shpend Gashi dhe Erald Buneci, mund t'jenë në një realitet tjetër në shekullin e 250 në kohën tonë, duke bërë të njëjtin podcast, duke folur për të njëjtën gjë për të panjohurën. Po, është ideja që normalisht me kombinacionet e mundshme të universit, ndodh që kjo tokë të përsëritet diku larg shumë, me probabilitet. Ne themi, në sistemin, në galaktikën tonë, sa mundësi ka që të ketë një tokë? Ka 0,0001. Po të marrësh një sasi numër shumë të madh galaktikash, probabiliteti rritet. Dhe po të shkosh në një gogol largësi larg, gogoli është një numër me fuqi me 100 zero sipër. Është një numër shumë i madh, normalisht. Në fuqi me 100 zero, dhe normalisht po të shkosh aq larg, me probabilitet i bie që të ketë një tokë si e jona. Domethënë vetë probabiliteti 100%. Me numrin gogol. Ndoshta po. Po pra 100%. Pra domethënë ashtu po e themi, shkon një. Domethënë shkon herë një, pra e kemi edhe një tjetër. Mund të kemi edhe një tokë si kjo e jona, në një largësi super jashtë miliarda vite drejt larg. Po. Miliardi është praktikisht zero në krahasim me atë. Po. Imagjinoni, mendja nuk mund ta imagjinoj dot as miliardin, jo më atë. Po, si do të jetë, në teori i bie që të jetë një tokë 100% si e jona. Tani ka këtë univers. Kështu që mund ndodhi. Me probabilitet gjithmonë. Po, flasim gjithmonë probabilitet. Ka disa teori që mua më pëlqejnë, nuk ta thash, unë jam një lloj si ti, unë nuk besoj asnjë lloj gjëje. Mua më pëlqen të bëj përsijatje mendore, mentale. Është apo s'është? Kjo apo kjo? Sa është probabiliteti që universi të jetë i projektuar edhe ky universi jon këtu? Pra, e gjithë zgjidhja atyre jashtë që na shef neve syri, mund të jetë edhe këtu brenda. Sepse shpejtësi drite. Domethënë, ti e di më mirë se sa unë se çfarë shpejtësie ma jep mua neuroni që unë të artikuloj direkt me ty tani, është 300.000 km në sekond minimum. Po, domethënë, shpejtësia e neuronëve është shumë e shpejtë, është me qindra kilometra në orë, është me disa qindra kilometra, është shumë e shpejtë, nuk është sa drita. Duke qenë se rrugët janë shumë shkurtra, jo. Po, duke qenë se rrugët janë shumë shkurtra, kjo bëhet praktikisht në kohë reale. Plus që truri punon si një i vetëm, domethënë punon si një objekt kuantik. Punon jo në mënyrë klasike, por kuantike me probabilitete mrena, me përgjithësi, me parafërsisht.
dhe normalisht jep mendime në këtë formë. Dhe pak a shumë truri domethënë është avancimi më i madh që është parë deri më sot i këtij universi. Universi mund të bëhet kompleks deri më sot ke truri i njeriu. Domethënë kemi parë objekte komplekse në natyrë nga lloje kompleksitetesh, por truri është objekti më kompleks që mund të arrijë natyra. Që me formimin e jetës. Ne kemi parë ADN-n, është një gjë shumë komplekse që formohet nga molekulat e atomet e tjera. Por, jo themi shumë komplekse, por krahasim me atë që formon ADN-ja, trurin, ADN-ja është shumë e thjeshtë. Domethënë kjo është gjëja më komplekse truri i njeriu. Domethënë ne jemi thjesht një univers që është bashkuar, është bashkuar dhe ka formuar një mrekulli që por ne është mrekulli, truri i njeriu, mrekullia më e madhe që kemi. Ndoshta po shohim në një alien që vjen në tokë, ne do themi që truri atyre që ka mrekulli joni s'është. Domethënë, por rruga është po kjo. Rruga është njësoj. Pse beson universi arrin të komplikohet gjithmonë. Beson te ekzistencia e alienëve? E pranoj ekzistencën, nuk besoj. E pranon ekzistencën. Pranoj që ato janë. Po, se normalisht që vjen nga vetë fakti që quhem ne alien quhem të ngjashmin ton. Po kërkojmë të ngjashmin ton. A themi a e mban universi? Po ja ku po na mban neve. Po. Domethënë e kemi një fakt. Ky univers e mban një specialin, e jemi ne. Normalisht përgjithësi. Einstein qëndrojmë prapë te Einsteini, siç ta thash unë e dashuroj. Thoshte nuk mund të ketë njeriu nuk mund të jetë aq egoist sa të mendoj se është i vetëm në univers. Domethënë, kjo është egocentrizmi që njeriu shoqëroi gjatë gjithë historisë vet. Gjithmonë kur njeriu ka qenë në Evropë, thonte që vetëm Evropa është në gjithë Evropa. Doli Kolombi e Magellani, thanë jo si ka Evropa, ka dhe kontinente tjera. E po mirë, toka është qendra e universit, geocentrizmi. U pa që toka si ishte dielli. As dielli, galaktika jon, të tjerat, i bie që niveli jon i do të bjeri në zero normalisht. Se ne nuk jemi më shumë ose të veçantë. Jemi të rëndësishëm, po si jemi të veçantë në këtë univers. As qendra e as gjëje. Ne gjithmonë kur lindim themi unë jam më i forti, më i zgjuti, babam ka bë mua, mamën ka bë mua, unë jam. Por realisht kur shohim përballemi me të tjerët, themi aman të jemi mesatar. Si jemi më shumë. Lindim shumë egoista dhe duhet të kthehemi në normal. Ai që kthehet sa më shpejt në normal, ai arrin. Real, ne të dy jemi me fat se kemi lindur egoista dhe me shumë mundësi kemi për të vdekur jo egoista. Ka nga ata që janë të mallkuar lindjen egoista dhe vdesin egoista, nuk ka gjë më të shëmtuar se kjo. Unë kam thënë në një postim, thash që menemasia është gjëja më e keqe ke njeriu, burimi i gjithë këqija, gjithë veseve të këqija. Egoizmi, menemasia janë motor e vllah, domethënë janë shumë. Kjo është problem. Edhe unë sa herë kam menemasira vet, luftoj edhe vet ke vetja ime. Momente. Po. Është pashmangshme, por patëm mundohemi ta luftojmë, Kjo është gjëja kryesore. Se tash jemi perfekta dot. Edhe hoxha si thënë hoxha, thotë bëni atë që them unë, po mos bëni çfarë bëj unë. Bëni çfarë them unë. Tash po ka fen, po këtu e ka perfekt, e ka shumë sakt. Në qoftë se alienët ekzistojnë, pse nuk kanë vendosur ura komunikimi me neve? Na shikojnë si inferior, nuk kanë interes, apo kanë vendosur kontakt, por jo me masën sepse mund të kalojnë në anarki? Normalisht të gjitha mund të jenë. Po shifem probabilitetet e mundshme që secilat prej tyre mund të ekzistojë ose jo. Ideja është që ka alien, ka. Për masat e universit janë përtej imagjinatës njeriu, nuk imagjinohen dot. Numri i alienëve në krahasim me numrin e pafundëm planeteve të mundshme ku mund të jenë është i vogël. Mundësia që një alien, një specialin të avancojë deri normalisht ke njeriu si thosh e sipër, se mund të ketë specialine, po mund të jenë si bimë, si kafsh, e si insekte, mikroorganizma. Jo si njeri. Kjo është dhe më e rrallë të arrijë ke njeriu. Zgjatja e kësaj specie në kohë. Zgjat në kohën që jemi ne. Vonesa e komunikimit me shpejtësinë e dritës që nuk vjen, ato mund të kenë nisur sot, po neve na vjen mas 1 milion vitesh. Ose na ka ardhur para 1 milion vitesh. Ato s'janë më. Është koha kur ato ekzistojnë. Ka shumë faktorë që normalisht të pengojnë në këtë rast. Ja, ne të dy kemi gjithë ditë edhe nuk mezi gjetemi moment që të flasim,
që jemi këtu në tokë me kushte teknologjira, jo më të takosh ka probleme nga më ndryshme. Megjithatë mund të jenë. Kështu që duhet fut gjithë këto faktorë mbrenda përpara se ne të llogarisim numrin e mundshëm, mundësinë që një alien ta kontaktojë ne ja. Por unë jam shumë i sigurt që një ditë neve do flasim me alienët. Jo brezi jon ndoshta, po njeriu ka për të fol me alienët. Humanizmi. Më e mundshme është që të vinë ato ke ne, sesa ti kim ne ka ata, se ato janë shumë dhe ka mundësi më të madhe që të jenë më inteligjencë se neve, me probabilitet, sesa neve të shkojmë, domethënë, por që do flasim. Dhe ideja është që ne do marrim aq shumë informacione mbi ekzistencën e tyre me ato pajisjet tona, teleskope, radare që kemi neve, me teknologjinë tonë, do e marrim vesh aq shumë që ka alien dhe që ka lloj formash e speciesh aliene përpara se ato të vinë ke ne. Dhe do kemi një bindje dhe një informacion aq të madh mbi ekzistencën e tyre, sa kur të vi alieni në tokë për herën e parë, ne nuk do tregojmë fare interes që ai ka ardhur në tokë. Nuk do tregosh. Nuk do, më thon, si ishte kjo edhe një herë, lutem? Nuk do tregojmë fare interes kur të vi ai. Sa ai shumë e kemi kërkuar. Se domethënë do kemi jo, ja kemi kërkuar, po edhe kemi gjetë që ai është, si është, mënyrat, llojet, tipet e alienëve, do kemi gjetë aq shumë informacion për alienët me teknikat që kemi në teknologjinë, jo sot po të nesërme, sa do marrim aq shumë informacion sa do e njohim alienin para se të vi këtu në tokë. Dhe kur të vi, do jetë thjesht një takim kështu formal, kështu jo ajo ardhja klasike e alienit. Më thoshte sa herë që diskutoja me Tim Gjysh, se kam pasur një komunikim shumë bukur me ata, shumë të thellë, e pyesja për yjet kur isha më i vogël. O Gjyshi i thosha, ç'a janë yjet? Më thoshte, më ka ngelur fiksim kjo Herald. Yjet nuk janë domosdoshmërisht planete, më thoshte mua. As djej, qej, ç'a mund t'i quash. Po sikur t'jen një dritë që nuk ka ardhur akoma. Qa përgjigje mund t'ja hapësh ti kësaj? Normalisht ka disa përgjigje, po ideja është që ai ka thënë shumë bukur se normalisht ka futur konceptin e shpejtësisë dritës, të vonesës, dritës që vjen, informacioni që vjen me vonesë. Normalisht drita e një ylli në këtë moment në univers niset tashti, po vjen ke neve mas 12 vite dritësh. Ai është 12 vjet dritë larg dhe do vi ke ne mas 12 vite dritësh. Dhe normalisht na vjen drita që ka nisur atje 12 vjet përpara. Ai tashti është 12 vjet më i vjetër, lëshon një dritë tjetër, ne nuk e shohim. Ne shohim ditën që ka nisur përpara ai. Normalisht kjo është gjë reale që është shpjeguar me relativitetin e Einsteinit normalisht. Dhe normalisht që dihet që shpejtësia e ditës është e fundme, nuk është e pafundme, nuk është komunikimi i menjëhershëm, do një farë vonese, por ka dhe yje të tjerë që janë shumë larg, që ne shohim dritën e yjeve, dhe ato yje kanë shpërthyer tashti dhe nuk janë më. Ne vazhdojmë t'i shohim siç kanë qenë përpara ato. Do thonë sa më larg, aq më mbrapa në kohë shohim. Domthonë kur shohim universin në varësitë në largësi, ne shohim mbrapa në kohë, jo në një moment. Po universi mund të jetë i gjallë, ke parasysh të jesh i gjallë, të jetë organizëm, vet ky një amalgam realitetesh, gjallësash, quhet si duash ti, të jetë vet një organizëm, sepse unë bazohem shumë te Rick and Morty. Ke parasysh Rick and Morty? Ai futet për të rregullu baterinë e anijes vet, futet brenda asaj baterisë, shikon një univers tjetër që quhet mini universe. Pastaj brenda atij mini universe futet atje prapë dhe shkon në tiny universe. Ky njeriu, kjo krijesa e tiny universe, merr vesh që këta kishin ardhur nga universi të tjera, vret veten. Më kupton, është kaosi. Dhe ata ngjecën në tiny universe për të gjetur tani se si të shkosh në mini universe dhe në universin ton. Janë këto matrioshkat apo janë thjesht fantazi për ty? Po. Jo, janë të mundshme. Ne nuk kemi mundësi ta vërtetojmë këtë, normalisht, mund të jetë reale. Normalisht neve e shohim që universi jonë është një shumë homogen në këtë zonën e eksplorimit që kemi bërë ne, po ndoshta një largësi më të madhe, ky homogenitet mund të ndryshojë. Mund të marrë forma të ndryshme, forma që ka një strukturë logjike ndoshta. Edhe mund të jemi brenda një neuroni ose brenda gishtit një specie super gjigante. Normalisht kjo me mini dhe maxi universe, kjo është e pranueshme, është e mundshme. Në një elektron,
në një atom mund të ketë një sistem, mund të ketë specie të gjalla atje, mund të ketë, do thënë, do ketë një farë niveli grimësor të vogla, nën subkuantik ndoshta, që të jetë një botë që të përsëritet pak a shumë ky lloj universi me gjella gjalla. Neve mund të jemi një nga hipofizat e trurit të një gjallëse në një univers tjetër. Super shumë big, do bëhet fjalë për po flasim për univers tash. Triliarda vite dritë larg, triliarda herë më të mëdhenj, specie që ne nuk kemi mësuar as ti perceptojmë, as në fantazinë tonë. Thjesht, për momentin, domethënë ndoshta duhet një civilizim super shumë i avancuar i njerëzimit që të fillojë të imagjinojë ose të shohë detaje, të bëjë eksperimente lidhur me këtë. Bëhet fjalë është shumë larg. Është shumë larg kjo gjë. Por që është e mundshme. Ne kemi parë neve që universi përsëritet gjithmonë, mund të ketë përsëritje. Po, kam një pyetje për antikitetin. Unë do thashë e kam qef antikitetin, e kam qef arkeologjinë. Kemi parë të hieroglifet, kemi parë këto gdhëndjet në mur, shkrimi kuneiform, që flasin për civilizime shumë të avancuara që kanë ardhur në tokë. Mosvall, ne kemi pasur kontakt më parë me këto lloj organizmash kaq superior dhe këta kanë hequr dorë nga neve realt se kanë thonë që këta nuk bëhen vlla, ëh? Sa është probabiliteti? Jo, normalisht që mund të heqin dorë ato është një fat për neve, normalisht nga një anë ose ndoshta varet, po nëse ato kanë hequr dorë menjëherë, se normalisht na kanë lënë atë avancimin tonë normal, se normalisht një specie super avancuar krahasoj me ai tjetër do ta ndryshonte shumë atë në favor zakonisht të një specie tjetër. Edhe do ishin kavje në lidhje me ato. Po. Në këtë drejtim, mund të ketë drejtime të mira, po në këtë drejtim ne tentojmë gjithmonë të mbrojmë veten përpara se të eksplorojmë. Por që ato do të kenë heqë dorë menjëherë nga neve. Se nëse nuk do kishin heqë dorë menjëherë nga neve, ato do kishin lënë shenja ke historia jonë. Dhe ke gjetjet arkeologjike që ne kemi bërë gjatë gjithë kohës. Dhe kemi parë që gjetjet arkeologjike kanë një rrjedhshmëri shumë normale, graduale. Në fakt nuk shifen në kamera. Ka një rrjedhshmëri graduale që rrinë e vjen e ngrihet normal, pa lëvizje, pa boshllëqje, pa ndikime të jashtme. Është thjesht një evolucion normal, uniform i gjithë historisë së njerëzimit, që nga guri e deri ke njeriu. Komplet gjithë kafshët, gjithë specie kanë ecur rrjedhshëm. Ne jemi vendas tokë dhe pa ndërhyrje të jashtme, të dukshme. Nëse ato na kanë parë, na kanë eksploruar dhe kanë hik pa ndikime, okay. Nëse kanë ndiku, do kishin shenja patjetër. Po sikur të jem fshehur. Atëherë e mundshme është të fshehem, por duhet keni teknologji shumë të avancuar që ne mos i shohim. Se ka diçka. Një moshës mesme. Po marrim si shembull, një 30-40 vjeçar mund të bëj mrekullira, të fshihet, të bëj lojra një fëmijë 2-3 vjeç. Dhe i gënjen e mashtron atë si të doj. Por merr stafin më inteligjent që mund të ketë në tokë, njerëzit më të zgjuar tokës, me një person 15 vjeç, 20 vjeç nuk e gënjen dot më. Është shumë e vështirë që të bësh to mashtrime që i bën fëmijës vogël. Se është shumë inteligjent, është i vetëdijshëm. Ne jemi në moshën 20 vjeçare ta kapësh. Alinë që do të çifet neve duhet të jetë shumë më inteligjent që të na fshihet neve, duhet të fshihet këtu në dhomën time, të kthej universin. Ose të ketë bëhet fjalë për avancime teknologjike. Teknologji, po ne do e kishim kuptuar, domethënë është shumë e vështirë që të gënjesh një specie si e jona. Domethënë e mundshme është, por duhet të kërkon një avancim shumë herë më të madh se si një avancim normal alenësh. Sepse ata, më thënë, një nga teoritë që un kam se si mund na kenë gënjur ata neve vazhdimisht është duke e quajtur konspiracion dhe duke na ushqyer neve egoizmin e mos ekzistencës së specieve tjera për shembull. Dhe ty as tuk, më thënë, sa herë kalon ti në rrugë dhe shikon lart, ç'a ndodh lart. Po. Ti se di se ç'a ndodh lart. Mund të kenë kaluar shumë gjëra shpejt në fraksionin e sekondit. Ti as tuk ke ndjeni se je duke u marr je shumë i zënë me telefonin, je duke parë poshtë. Po, ka raste. Edhe po të shikosh diçka ndryshe nga qendret njerëzore, direkt i thret trurit valvulaton, që ke çmendur vlla, mos e mendo se ta ka bëu shikimi, ta ka dhënë truri. Po.
Këto mund të jenë ndoshta disa ka edhe armë. kjo Këto mund të jenë disa armë. është e mundshme, ne shohim për ditë gjëra që janë misterioze dhe normalisht që nuk i japin dot shpjegim. Por normalisht kur ne kemi pas mundësi që t'i vërejmë, t'i vëzhgojmë këto fenomene të çuditshme, i kemi dhënë, i kemi parë, i kemi eksploruar, i kemi zbuluar që kanë qenë thjesht objekte normale, asnjë gjë e mistershme, e çuditshme. Por gjithmonë mundësia e alienëve këtu në tokë që mund të jenë dhe na studiojnë neve në ca faza materiesh që ne nuk i shohim dot, ca energjira të çuditshme, mund të jetë. Ajo mund të jetë. Por edhe nuk mund të thush asgjë që ato ekzistojnë. Se edhe sikur të jenë dhe ne kemi fakte pak a shumë që ato janë, i bie që ne të jemi më të aftë se sa që janë ato për të fshehur. Edhe në një farë mënyrë ne ja kalojmë atyre në aftësi. Dhe si thosh ato kanë dështuar që të shihen, nuk shihen dot. Ose ndoshta nuk duan. Ose ndoshta ata kanë koha, ka ardhur koha që ata të duken. Po ndoshta ka koha, po deri sot, deri tash po të flasim me gjuhën shkencore, s'mund të themi gjë. Jam ngelin në atë hipoteza. E di pse mendoj sepse ne jemi kthyer në një shoqëri milingonash botërore. Covid-19 e ka treguar në mënyrë më perfekte faktin që neve jemi të trajtuar si disa kavje, duke na hedhur një armik të padukshëm dhe na mbyllën tër botën, e mbyllën shtëpi. Tani, kur neve i bindemi rregullave të disa njerëzve që i kemi zgjedhur neve, jo domosdoshmërisht më inteligjent, por domosdoshmërisht më karizmatik dhe më makiavelist, si ka mundësi që neve të kemi raport force me qenie më superiore? Kur neve biem prej, jemi sklevrit e këtyre tanve, dhe është ajo pastaj matrioshka që tash unë, neve jemi sklevrit e këtyre tanve, këta tanët mund të jenë sklevrit e atyre që kanë ardhur, edhe bëhet vetja kalimtare e matematikës e klasës 3. Këto janë perceptime që unë kam bërë gjatë viteve. Po, këto janë të mundshme, çdo gjë është e mundshme, nuk mund ta thosh dot. Dhe ngeli në fazën e hipotezës. Normalisht ne kemi bërë një strukturë hierarkike që kemi politikën, shtetet, rregullat, ligjet, i kemi bërë me qëllim që të funksionojë qytetërimi, se ndryshe do ishte shkatruar. Ndoshta mund të jetë e keqja më e vogël, kjo. Por që normalisht këtë kemi për momentin dhe do i bindemi kësaj. Në momentin që neve kemi një smundje ngjitse e cila infekton njerëzit, normalisht është ajo logjika jonë që duhet të izolohemi. Ne të themi ndoshta e kanë bërë me dashje këtë gjë. Atë nuk e dim, por ne kemi parë nga historia që çdo 100 vjet afërsisht kemi një epidemi. Gjithmonë kemi nga një epidemi është bërë si probabilitet 100%. Çdo 100 vjet ne kemi një epidemi. Ka qenë spanjollja, ka qenë murtaja, ka qenë gjithmonë edhe në kohën e Newtonit, që Newtoni u izolu atëre iku në fshat e bëri zbulimet e veta, ka qenë gjithmonë perioda ciklike të smundjeve në tokë, epidemive të mëdha. Mund të jetë normale, ne shkencëtarë, domethënë po hyrë domun ke shkencëtarë, kemi gojë të kundërshtojmë këto hipoteza. Jemi në këtë fazë domethënë që nuk e dim. Po. S'mund të themi gjë domethënë. Sepse ke më shumë informacion se sa masa. Po patë informacion se sa masa, ke mundësi të kundërshtosh. Po është mundësia që jo më shumë, po këto informacione ti bashkosh me njëra tjetrën dhe të formosh një gjë logjike që ja është dhe kjo. Çdo themi në këtë rast. Domethënë ngel kështu si ka ndodhur ndonjëherë ngel gjithmonë hipotezë. Të ka ndodhur ndonjëherë që kjo lloj jete që ti bën, kjo lloj dashurie që ti ke për astrofizikën, të ketë larguar ty nga njerëzit, pra që ti të bëhesh i frikshëm për njerëzit, apo ka ndodhur kundërta? Normalisht kjo lloj fushë e imja ndikon ke shoqëria ime, sepse një bisedë, një fjalë, një mendim që unë kam e shpreh mes grupeve shokëve, unë e shoh me syrin tim. Dhe ky është sy i veçantë dhe ndoshta kjo mund ndikojë në distancimin logjik me njerëzit e tjerë. Se unë e shoh një bisedë me një sy tjetër edhe shpreh në formë tjetër. Por momenti ky është një sy i veçantë, normalisht njerëzit mund të habiten. E kjo është ajo që mund të distancohen, largohem unë nga shoqëria në këtë kuptim. Mënyra se si e shoh dhe e shpreh unë botën rreth meje.
në një formë pak ndryshme. Ndoshta pëlqejë në disa raste, ndoshta ndonjëherë tjerët habiten, ndoshta nuk janë dakord. Domethënë është mënyra ime sido që tjetër unë mundohem të shprehem me formën time dhe ndoshta kjo mund ndikojë edhe për keq në shoqëri, në kështu. Po raportin me fëmijët, se të kam parë që ti bën një rubrik podcast astrofizika për fëmijët apo jo? Po e kam nisë tash këtu dhe normalisht do mendoj të jap një kështu të bëj ca kurse për astrofizikën, fizik me drejtimin tek astronomia, te astronomia, po. Që ti rrisë të nxjisë kuriozitetin, të bëj eksperimente, t'ja bëj më të kënaqshme, më të bukur, më të arritshme këtë fushë njerëzve. Dhe normalisht në atë moshë, nëse njerëzit i futen kësaj fushë, shkencës kryesisht, ato normalisht do jenë më të hapur më vonë. Në çdo fushë mund të ndjekin, mund të jenë më aktiv, më të kënaqur, më me pasion. I aktivizon mendjen. Juve fizikantët keni një ndjeshmëri kështu filozofike me dëlirësinë e fëmijës, sepse edhe Einsteini, shoqen e vet më të ngushtë, kishte atë vajzën 7 vjeçë. Që bënte orë, që Einsteini ka qenë asocial. Ka qenë asocial total. Po, dhe ideja është që normalisht thonë që shkencëtarët janë fëmijë të parritur. Dhe ndoshta ne aty gjejmë veten ose ndoshta jemi si ato. Kemi atë dëshirën, kuriozitetin e fëmijëve dhe duke pas këto parametra i bie ti është fëmijë pastaj. Po. Ti si e ke raportin me fëmijët? Ti si e ke raportin me fëmijët? Unë them që e kam shumë mirë, unë them merrem vesh shumë mirë me ato se sa me të rriturit. Me të rritur. Unë luaj kënaqem me ato, bëhem më fëmijë se ato, shumicën e rasteve. Këtë e kam. Këtë kështu, domethënë luaj, mundohem të jem, domethënë njësh me ato. Këtë është synimi im kryesor normalisht. Të jem si ato, të bëj lojra, punojnë fantazia, po sikur kështu, po ashtu, edhe ato habite me këtë metodë të re, me këtë model, edhe fillon e luaj me tjetër model, ndroj formë, edhe i tërheq gjithmonë, fillon loja pastaj lufta. Më pëlqen shumë ti vej fëmijët para provave, të thyjnë gjëra, pa zarar, ta thyjnë një vezë, të ta prishin një diçka, jo mos e thyj vezën, po i them mos fëmijës, e shkatrove, e bllokove, e futen burg psikologjik. Thyej një vezë, ai do e shohë si është veza, dhe e shumë kuriozitetin. Hajde ta thym dhe një tjetër. Pa ai s'ka për thymë vezë. Se mësoj vezën. Sa e bukur. Po e pengove një vezë. Më pëlqen shumë psikologjike. Kjo lloj filozofie që ti përdor me fëmijët, më super mega pëlqen. Pra, po i the fëmijës mos, dhe mbajini mend juve pacient. Është shumë e keqe. Po i the fëmijës mos, e ke futur në burg mental. Le ta provoj, pa zarar, e kupton vetë, e vendos vetë parametrat e vetë valvulat. Edhe sikur mos vendosi parametra, edhe sikur ai të patën e mësoj atë, nuk ka më interes të thyj veza. Shkon në një shkallë më të lartë. Sa kushton një vezë? 0,2 lekë. Sa kushton bllokimi që i bëre ti mendor atij në shkollë? I pa për llogaritshëm. Ai nuk do doj më, ajo është, domethënë, paguaj lekë më vonë nuk e arrin dot më pasaj. Për çfarë? Për 2 cent, çfarë mund të thaj çmimi i vezës. Hajde ta thym bashkë, bëjmë eksperiment. Hajde të thym diçka tjetër, që ai ta plotësoj atë gjendje. Jo që të mos thyj më, të mos bëj më, por paktën të avancoj në nivel. Nuk do jetë në nivelin e thyrjeve, por do jetë në nivelin e hapjeve, kthesave, bashkime, do vazhdoj avancimin. Sa më herët në moshë, aq më përpara do jetë inteligjencë e në dije e në tjera. Normalisht duhet me i mësuar gjërat sa më shpejt në moshë kur ne jemi më aktiv e kemi trurin më elastik. Është më i aftë të kombinohet të shumë fishor. E kemi trurin si sfungjer. Po, sa më elastik, sa më mirë, aq më herët të mësoj. A ka mundësi të mësojmë gjithë gjërat në moshë të vogël fare deri në 10 vjeç dhe pastaj duhet të mësojmë fëmijët, duhet të shpenzojmë shumë kohë me fëmijët, shumë kohë. Edhe vetë shoh që duhet edhe më shumë me fëmijët, por që duhet mundohemi të pak, normalisht, duhet mundohemi. Këtu ka një problem. Shumë rëndësishëm. Në Shqipëri ka një lloj problemi. Është ky problemi i prindërimit. Unë e kam bërë dhe temë Genbegon, që e kemi të përjafshëm me Trus Gallatën për prindërimin. Alla shqiptar, neve na mësojnë ca more disa kode. E ke parasysh to more tona? Jo se shqiptari ka këto, se nuk duhet të qaj burri, nuk duhet të bëj këtë. Pra, si ka mundësi që të gjithë more tona në përgjithësi nisin me mos.
me nuk, me se di. Pra, si shkencëtar që je, a mund të më shpjegosh dot atë fuqi që ka vet vibrimi i fjalës, i tingullit në trurin ton? Normalisht neve prindi domethënë gjithmonë i thotë fjalë negative vetëm që të qetësoj vetën e vet, të jetë sa më i qetë për vetën e vet. Të rritësh i fëmijë është sakrificë shumë e madhe. Normalisht prind bëhesh shkollaj, po baba i mirë nuk arrin dot. Unë flas për baba po dhe mamat normalisht. Mamat janë më të dhëna, po duhet sakrificë, duhet që kur bën fëmin, natyra e ka bërë kështu. Kur bën fëmin, harroje veten fare. A e bën dot ta harrosh veten fare? Kjo është perfektja për fëmin. Fëmia do vëmendje, domethënë jo vetëm vëmendje, por do dhe punë mendore si ta bëjmë më mirë një diçka. Domthonë duhet që ne të bëjmë një fakultet përpara se të lindim një fëmijë në drejtimin psikologjik për fëmijën. Për arritjen e tij. Do të arrish deri këtu. Kjo është maksimumi, po. Neve kemi probleme, të gjithë bëhen prindër. Të gjithë mund të jenë perfekt. Por prindërit dhe normalisht dalin fëmijët. Se kur pastaj nëse ti e gdhen fëmijën ashtu siç duhet, me gjitha normat e tjera, fëmijën e ke edhe kur plagësh pastaj. Po. Bëj një njeri në rregull, nuk do e harron. Edhe kjo është mrapa, po. Po nuk është puna kjo. Puna është që të rritesh fëmia një herë që ti të lesh pasardhësin e ti jesh i kënaq për atë, çon si ka vjen atë një mend ty më vonë. Investim. Kur çoj fëmijën në mendje, ti jesh i kënaq. Edhe kjo është kryesorja. Se je si je, patën fëmia do jetë edhe mas teje. Është vetëm mohim, është një luftë shumë e madhe për fëmijën. Cila është pyetja më intriguese që ty të ka bë një fëmijë i vogël, që të ka vendosur në vështirësi vëlla? Po. Gjithmonë fëmijët bëjnë disa pyetje duke pas, domethënë kur të bën pyetje një person që ka shumë pak informacion, bën pyetje shumë përgjithshme. Dhe pyetja e përgjithshme, përveç se ka shumë drejtime përgjigjesh, por që ja ka drejtime shumë thelbësore, shumë fuqishme. Konkretisht nuk më e mend në është një pyetje, nuk më e mend, por pyetjet janë shumë vështira në fakt. Njerëzit që nuk dinë bëjnë pyetje gjithmonë më të vështira. Në krahasim me njerëzit që dinë. Kjo është paktën si reale, si fakt. Po pyetjet e vështira që kanë bërë fëmijët mua, bëjnë shumë fakt. Bëjnë shumë, por në një gjë që të ka bllokuar një moment, të ka bllokuar se fëmia ka edhe një vështirësi. Ka edhe vështirësinë tjetër që mirë që e kuptove ti pyetjen që është e vështirë. Po ka vështirësi tani se si t'ia transmetosh ti atij. Ideja është për shembull, a është e vërtetë për shembull baba Natalia, kanë pyet sa herë. Ja kjo po. Ose ato fairy tale, ato fairy tale, po, prallat. Ato prallat me zana me kështu, më pyesin këto. Ky fëmijët e mi të tjerët, a është e vërtetë baba Gjyshi? Si do e shpjegojnë këtë që është e vërtetë baba Gjyshi? Normalisht jam munduar t'ia them edhe pozitive, gjëra pozitive që ekziston, edhe që s'ekziston, dhe në fund fare kam thënë pastaj, mundu ta gjesh vetë, kam thënë. Sa shembull, sa fakte ke ti që ajo është? Ose kur i bie dhëmbi fëmijëve që ka rënë dhëmbi fëmijës, sa herë i kam thënë, veje poshtë jastikut, por mos ma thuj mu që e ke vënë poshtë jastikut. Që të sigurohesh që do të zëvendësohet me lek, me monedhë të nesërmen apo jo? Se po ma the mu, unë mund të vej lekun poshtë. Mos ma thuj, kam thënë. Edhe do ta shohësh vetë. Vërtetoj, a është zana dhëmbit apo jo? Mos më logjike. Por që kemi baba Natalia për shembull, i kam mundur të shpjegoj sa e mundshme është, sa është kjo, kur vjen, si vjen ai, a mund të bëhen to raste që ai të shkojë në gjithë shtëpitë e botës e tjera të japi dhurata. Jo po koha ndalon edhe to teoritë e kësaj. Por që janë sa pyetje don shumë thelbësore, ekziston baba Natalia. Është e njëjtë me ekzistencën e Zotit. Se shumë personazhe në moshën e fëmisë ekzistojnë. Dhe ajo që ngel fund fare është vetëm Zoti, pastaj. Një ngel fund fare. Në rang fëmijë janë gjithë pralla. Si do që jetë puna janë gjitha pralla ose të vërteta, domethënë mund të quhen vërteta, në mendjen e fëmisë, dhe në fund fare duke u rritur gjitha eliminohen. Edhe normalisht eliminohen duke logjikuar normalisht. Oral, si ma është e vështirë. Si mund ma dekodifikosh të shprehen e një filozofi që thot që ishte ateist. Shkruajt ata për 6 muaj mbylla një studim që vërtetonte në mënyrë empirike mos ekzistencën e Zotit. Dhe mu deshëm të flija me drita të hapur 2 muajt e ardhshëm nga frika se çfarë Zoti do mbënte mua. Aha.
po kjo është normalisht ai nuk besonte, nuk pranonte as studimin e tij normalisht. Po pra, po. Domethënë kjo tregon që ideja, ekzistenca e Zotit neve na është bërë, domethënë e pa shmangshme, e pa heshme. Jemi mësuar aq shumë me idenë e Zotit që ekziston sa për Zotin unë nuk besoj. Jemi bërë kështu ekstrem fare. Domethënë duhen breza, domethënë kjo cikli i brezave bën edhe pastrimin mendor të historive të vjetra. Domethënë, nëse një specie, një person është mësuar me idenë e Zotit, edhe sikur e zbulon që Zoti s'është, përsëri është mësuar me atë. Ajo është më e thellë se sa logjika. Bëhet fjalë për këto pjesët e trurit të mbrapme, frikat, merri, truri i vogël që janë truri më i pazhvilluar, që janë më thelbësor se sa logjika që e kemi të mballë. Logjika thot tu, po kjo është më e rëndësishme, merret më shumë për bazë. Frikat, merri, emocionet stresuese të mëdha që janë këtu në zonën mbrapa. To janë më përpara kësaj trurit që kemi vetëm ne, normalisht, ndoshta edhe majmuni. Dhe në këtë rast, logjika nuk luan rol më. Duhen brezat e tjerë që mësohen me të rejat e funit të shkencës, me logjika të pastra, duhen si thosh mende të freskëta që të avancojë shkenca. Jo ai person. Edhe vetë Einsteini ka thënë që feja pa shkencën është e verbër, shkenca pa fen është e çal. Shkenca pa fen është e çal. Ndoshta e ka thënë në mënyrë simbolike, në kuptimin që duke qenë se njerëzit janë të tillë, që nuk e heqin dorë dot nga feja, që janë me fe, në këtë gjendje, atëherë i bie që me që kemi të lloj njerëzish, kemi të njerëz të tjerë, janë gjithë kështu. Atëherë një mendje shkencore duhet parë edhe me mendjen e fesë, duhet të ecin bashkë. Nuk e ç'bën, është një si thosh tip marrëveshje midis dy psikologjive të njeriu, logjikës. E njora dhe pa njora. E njora dhe pa njora po thonë. Ky njeri, po. Se normalisht shumica e shkencëtarëve në mesjet edhe në rilindje gjithënë ja kanë qenë gjithë priftërinj, shumica priftërinj. Dhe priftërinj janë kthyer në shkencëtar. Po prift ato të gjithë kanë besu. Megjithëse ka qenë shkencëtar. Domethënë, ne shkencën ja kemi lënë dorë priftërinjve, njerëzve që janë besimtarë edhe po janë prift. Kështu që këto do e bëjnë shkencën, dum s'dum. Kështu që një shkencë e mirë duhet parë dhe me syrin e fesë, s'kemi çfarë. Me sa kam bërë unë kursin e vetnjohjes të vetja, unë e kam vrarë konceptin e Zotit teologjik, sepse Zoti im nuk vret njërë. Zoti im as nuk më gjykon, sepse më ka krijuar. Por, çfarë quaj unë Zot për veten time? Zot quaj atë energjinë e madhe të pafundme, që është rregullatori, qoftë edhe i çdo qelizë në trupin tim, trupin tënd, në te bari, te drita që na vjen, te kjo studio, te kjo ndërlidhja që neve po bëjmë ti në Kanada dhe unë në Tiranë. Pra, unë mendoj se gjuaja e atij krijuesit tim, që unë e quaj Zot për efekt marrëveshje fjalësh për të kuptuar nga publiku, është që nuk është se i kërkoj gjëra njerëzore. Pra, këtu është antropomorfizuar Zoti, ka marrë formën e njeriu dhe Zoti, sepse ne jemi qenie, organizma me këtë lloj kapaciteti mendor dhe maksimumi i fantazisë tonë është neve ta bëjmë si neve. Po të kishte një imagjinata jon kjo është. Po të kishte një të koshiencë Luani, do ta mendonte si një Luan me aura, me chakra, më the thash, po të kishe me lingona, do ta kishe në formë lingona. Për mua është çdo grimc në univers është pjesë e krijuesit. Pse? Sepse unë besoj te ligji i tërheqjes. Pse besoj te ligji i tërheqjes? Në qoftë se unë ty të flas, më thën, ligji i tërheqjes është në thelb ligji i tretë i Newtonit. Më korrigjon nëse e kam gabim. Ti e godet murin me po të njëjtën fuqi që muri të godet ty. Pra çka kërkon do gjesh. Ti e bër astrofizikant sepse ti e thelluar me pyetjet e tua. Unë jam bërë pedagog dhe podcastier sepse unë këtë kam kërkuar. Unë du me i dhon njerëzve diçka që duhet ta shohin. Ti do t'i japësh përgjigje vetes. Një tjetër është bërë saldator sepse aty e ndjen kënaqësinë. Një tjetër është bërë regjizor sepse aty e ka kënaqësinë. Pra, çdo njeri nga neve ka kërkuar, ka marrë atë që ka kërkuar. Jo, ka marrë atë që ka kërkuar. Po, ma fiks. Po sikur neve të jemi njerëzit të cilët kemi harruar të kërkojmë diçka, prandaj neve kemi arritur në këtë lloj ignorancë globale.
Normalisht ajo që mendon se është ai Zoti që mendoni ju, është unë e them që janë ligjet e fizikës, që veprojnë kudo në natyrë. Po, Këto ligje fizike të sakta. Dhe normalisht këto ligje janë absolute normalisht, ose si një postim që kam bërë unë, janë drejt absolutes. po, Në vazhdimsi me kohën këto evolojnë, perfeksionohen po. gati në absolutitet perfekt. Po. Dhe çdo gjë që rrjedh është sipas tyre ligjeve. Tashti gjithë ajo mendimi jon për Zotin është i shumë llojshëm. Gjithmonë ka tendencën e një fuqie, një diçkaje, por kjo fuqi e çuditshme është thjesht energjia e këtij universi, për sa i përket shkencës. Asgjë më tepër. Normalisht edhe sikur të ishte një Zot i fuqishëm e tjetër, ai nuk do të kishte mundësi të bënte asgjë në botën tonë. As ta prekte, as ta ndryshonte asnjë gjë në botën tonë, sepse po ta prekte do thynte ligjet e fizikës dhe kjo botë do e shkatërrojë. Po si ka mundësi, Por si ka mundësi që ka vende të cilat rri pezull gjëja, apo ligj fizike e gravitetit. këtu është gjithë problemi. Ku janë to vende dhe kush është ai objekt që lëviz, që rri në pezull? Domethënë nuk ekzistojnë to vende. Janë vetëm thënie gojëdhëna, siç është ai guri i Mekës që thonë që rri Po, pezull. guri, Pastaj po. tani jo rrin takuar në një anë, po thyen në qendrën nuk bien. Domethënë këto janë thjesht thënie, se normalisht nuk lejohet të shihesh të shohësh gjë. Normalisht shkenca pa e parë nuk pranon gjë. Nuk pranon gjë, edhe sikur të vinë alienët në tokë, pa e parë studiohet dorat e alienit, të shihen qelizat e dorës së Donaja, a ka apo s'ka, nuk mund të vërtetohet që është apo s'është alien. Domethënë shkenca do disa fakte, disa norma, disa pika që do t'i plotësoj patjetër që të pranohet diçka. Fakti që nuk vërtetohet, jo domosdoshmërisht përjashton faktin që mund të ekzistojë, apo? Jo, normalisht mund të ekzistojë, po s'kemi fakte. Shkenca nuk është mjeti i dur për të gjetë Zotin. Shkenca As për ta kundërshtuar. Shkenca nuk është Mjeti po e bukur kjo. Kjo është e bukur. për ta pranuar as për ta kundërshtuar. Domethënë është si vaj me ujin, janë të ndara komplet. Domethënë është 100% gjë tjetër. Nga mos besimi, dyshimi në besim. Kto janë fjalë antonime, janë komplet të kundërta nga njëra tjetra. Po te jetët e mëparshme beson Erald? Më thënë, i ke studiuar se me ty s'mund të flasësh do të beson apo jo, se ti s'beson, ti ose llogarit për llogarit. Normalisht jetët e më Po, kjo botë domethënë do një mendje të tillë, do të edukohesh të mendosh në këtë formë, me pavarësisht dëshirave që mund kemi neve, që unë ndoshta mund ta kem shumë kollaj besoj Zotin edhe shirohem komplet nga gjithë ky stres. Stres stres jo real. Unë kam kënaqësi, unë kam një kënaqësi të tmerr, ngarkesë, do ta themi ngarkesë, por që mua më pëlqen kjo, sepse unë duhet të di vërtetën. Se unë po, sikur të besoj që sot, ose vazhdoj në kisha po në xhami që sot, unë do besoj, unë do më rrimenja, pritë po sikur s'është, nuk do e gjej dot qetësi. Ai do jetë stres për mua pastaj mbrapa. Kurse këtu të paktën e di që jam rrugë vërtet, jam realist, po shoh botën në mënyrë racionale, të rrept, të egër, edhe të paktën aq informacion sa marr nga këtë botë, ama këtë e kam të saktë. Do avancohet më tepër, ama ky që ka qenë e saktë. Për shembull, Einsteini bëri përmirësim tek formula e Newtonit, por nuk e hodhi poshtë formulën e Newtonit. Ajo është në rregull. Do shpejtësi, masa, kohë më të mëdha, më të shpejta. Atëherë do futesh koeficientin e Einsteinit. Ke formula e Newtonit. Domethënë jemi në rregull. Domethënë kshu avancon. Do më shumë se Einsteini, ndoshta do futesh koeficient tjetër ke Einsteini pastaj. Plus dhe normalisht patën jemi me këmbën tokë që ajo që dim të saktë. Dhe duke qenë se ligjet e fizikës nuk ndryshojnë dot, nuk mund të ndryshojnë. Mrekullia është thyrje e ligjeve të fizikës. Po kjo s'pranohet. Nuk mrekullia është thyrje. Po u thy e ligjeve të fizikës. Bësh mrekulli është thysh ligjet e fizikës. Kjo nuk e pranon dot. Kjo nuk arrihet. Ose mund të ndodhi, po universi do shkatërrohet pastaj. Se nuk funksionon më që në themel, në fizik bëhet fjalë për grincat e grincave të grincave, atomi ka grinca, protoni ka grinca, edhe grincat e kuarket kanë grinca në pafundësi. Dhe të shkatërrosh botën në pafundësi të vogël, i bie që mos ketë më bazë universi dhe universi normalisht shkatërrohet fare. Tashi Zoti mund të themi ne që mund të ketë mundësi ta kthej prapë mbrapsht e të bëj këto, por domosdoshmë janë fakte
Ta prezumojmë që nuk që ne të dy vdiqëm, vlla. Edhe jemi në të vërtet, sa ajo është e vërteta, këtu jemi në purgator, le të theme, jemi në dyshima. Edhe në takonet të dyve tash del drita para. Po si japim dot fytyrë Zotit, po shikojmë një dritë verbuse. Dhe na e vërteton ekzistencën e vet, sepse ai e ka fuqinë në bazë të krijimit të librave dhe të gjithë gojdhënave dhe të gjithë konceptit ton për Zotin monoteist, ai ka fuqinë të thojë bë dhe bë. Na bindi të dyve. Cili do ishte mendimi jot për gjithë rrugtimin tënd jetësor që e ke mohuar, le të themi, ekzistencën, jo atë. Kjo është pyetje e bukur, normalisht. Kjo është kështu që normalisht unë do jem shumë i kënaq që studiova krijimin e këtij Zoti. Studiova mënyrën se si ky Zot e ka bë natyrën. Dhe normalisht Bravo. Normalisht arrita dhe kënaqësinë dhe vlerësova dhe krijimin e tij. Është njësoj sikur të jep prindi i jep fëmijës një kuti, një dhuratë për ditëlindje. Edhe fëmia tashti, në vend që ta hapi, ta grisjat e ta hapi të luajë me atë lodrën, e mban si kuti dhe e pastron pluhurat, i heq pluhurat dhe rregullon, e mban si kuti, nuk e hap. A do kënaqet prindi të mbajë një kuti të mbyllur, fëmia mos t'i hapi lodrën? Ne jemi ato fëmijë që hapim lodrën e shkrypim, si funksionon ajo rrota ajo makina, si ecën. Unë do jem prapë i kënaq. Edhe në këtë botë, edhe para Zotit në botën tjetër. Sido që tjetë. Kjo është rruga e durur që të jetosh në këtë formë. Unë nuk jam i keq, nuk them që s'ka Zot, unë them këtë. Rruga që kam zgjedhur as nuk e vërteton, as nuk e mohon. Inate me Zotin nuk kam, edhe sikur tjetër mos jetë, unë nuk e ashtu fare, nuk kam asgjë personale si thosh me Zotin. Ama unë vazhdoj jetën me aq sa shoh, aq sa më ka dhënë Zoti mundësi, me shizat e mia, unë kaq shoh. Dhe nëse unë do kutohem, do harxoj kohë me teorira të një bote që ndoshta nuk ekziston, se këto kushte kam këtu. Që ajo botë mund të mos ekzistojë 50 jetë, i bie që unë nuk kam jetu. Zoti më vuni këtë tokë dhe unë jetova vetëm 50% në këtë tokë. Normalisht marr notën 5, jo 10. E bukur. Më pëlqeu. Pyetja ishte e bukur, po edhe përgjigjja ishte e bukur, valla. Ishte në lartësinë e pyetjes. Ishte në lartësinë e pyetjes edhe përgjigja. Shikoja, unë nuk mendoj se shumë njerëz të mund të quhen ateist. Unë nuk mendoj se ti je ateist. Unë mendoj se ti je dyshues ndaj dogmave religionare. Edhe këtu unë të përgëzoj, të përqafoj mendimin 100%, sepse kam gjendje mendime ty. Unë nuk jam, mund të huajsohem, le të themi shqip fare, të huajsohem nga dogmat. Po, normalisht, shumë e saktë, shumë e pasur. Nuk mund më gënjesh dot me mrekullira idioteske gojdhënash. Po. Unë nuk them që tash të bar. Se unë e shoh që po ta hedh të këtu, më bie, e ka tendencë për të vajtur për të thyer. Ti nuk më thua dot që kjo ngjitet lart. Ajo mund ngjitet, po unë s'e kam parë. Po, deri më sot s'e kemi parë. Unë s'e kam parë ngjitet. Unë nuk kemi kundërshtar. Po. Shumë e saktë. Ja këtë për shembull marr dhe unë fiks. Dyshoje, më vërteto të kundërtën. Po më vërtetove, kthej unë bindjen, se deri tani kam bindje në moment. Tash pyetja e fundit, se s'dua të mbaj se e di që i lodër edhe prap ke kurse. Si do t'ja shpjegoje ti një fëmije vrimat e zeza, pa e friksuar? Pa e friksuar. Normalisht, vrimat e zezë, normalisht duhet të them që në radhë parë duhet të them që është fuqia më e madhe në univers. Vendi, domethënë është forca që fuqia shkon në infinit, bëhet një forcë e pafundme, që asgjë nuk i bën ballë. Dhe është, mund të them edhe këtë, që është një mundësi për të marrë energji të pafundme. Dhe është shpëtimi i njeriut nga gjitha hallet e problemet që ka sot deri më sot. Dhe është arritja më e madhe e njeriut të shfrytëzojë vrimën e zezë. Kjo vrimë e zezë përthyer në hapësirën në infinit dhe kohën gjithashtu në infinit, dhe ne na jep mundësi për eksplorim të pafundëm, domethënë të natyrës përpara, domethënë dhe burim energjie, na plotëson gjithë nevojat që kemi neve,
dhe për eksplorim pafund natyrës. Aty shihen të gjithë efektet e universit, domethënë në limit. Dhe është një black holes edhe white holes. Tani kjo black holes nuk është vetëm përthise apo jo? Kjo e çon black holes është jo, black holes është vetëm përthise. Vetëm përthise, po ku e nxjerr atë? Domethënë vetëm nuk nxjerr gjë. Domethënë ideja është kjo. Absorbon çdo gjë. Dhe normalisht ndërkohë që këtu kemi horizontin black hole-in. Horizonti vrimës zezë dhe lënda vjen edhe tenton të futet brenda, por realisht kjo lëndë futet brenda. Po për neve që jemi jashtë, kjo lëndë asnjëherë nuk e arrin horizontin e ngjarjes. Ngel gjithmonë se koha ngatërsohet dhe shkon infinit zero në momentin që ajo prek horizontin e ngjarjes. Ngel këtu për neve jashtë. Kurse ajo vetë është fut brenda. Dhe normalisht vrima e zezë është univers tjetër në vete. Domethënë është e pafundme hapësira brenda vrimës së zezë. Vrima e zezë mund të jetë kaq e madhe sa një top, mund të jetë sa toka, mund të jetë sa një atom. Brenda është e pafundme si hapësirë dhe ne vetë universi jon është një vrimë e zezë me dimensione nga brenda të pafundme. Fuqia atyre varet nga përmasa, apo përmasa nuk ka lidhje fare me fuqinë që ato? Jo, nuk ka përmasa fare. Nuk ka përmasa fare. Domethënë më e madhe ka më shumë energji, domethënë më shumë, po fuqia atyre është njësoj, është e pafundme gjithmonë. Po u përthyej hapësira koha në infinit, ti ke arrit fuqinë e pafundme. Domethënë, a nuk është ky thyrje ligjeve të fizikës apo është vetë ligj fizike vrima e zezë? Është thjesht ligjet e fizikës. Ligjet e fizikës, natyra luan me infinite, siç e thash më parë. Ke infinite në çdo drejtim ku sheh në natyrë. Çdo gjë është me infinit. Ne do të mësojmë konceptin çdo më thon me infinit, normalisht është e pamundme ndoshta për ne, por do të mësohemi me këtë fakt që bota është me infinite. Dhe normalisht vrima e zezë është një shembull konkret i kësaj infinitizmi që ka universi normalisht. Dhe është fenomeni më interesant që normalisht ka natyra normalisht. Ke nis në një studim tënd për këtë punë apo se ke shkruar akoma? Kam nis, kam ja 4 a 5 tema që po merrem, normalisht unë s'mund të rri, do të me dash, domethënë nuk mund të rri. Një e kam zgjidhur, normalisht, por kam problem ta publikoj në këtë rast. Kam ja 4 tjera, po duhet të jesh në një fakultet. Unë tash për shembull nuk jam në fakultet që të jam mësim, që të jem që duhen janë ca norma që një person që të publikojë diçka duhet të jetë në rrethin shkencor normalisht. Unë tash nuk jam, se jam duke bërë shkollë për të fut normalisht. Në Kanada nuk i njeh ato që kam qenë përpara në Shqipëri. Kështu ato njihen, po do të bëj disa gjëra të tjera këtu që ekuivalentime, po, nostrifikime. Ekuivalentime, do bëj një shkollë, po, do më duan këto gjëra. Dhe kështu që ka ngel ajo kështu si pezull, po unë do të bëj një postim shumë shpejt, do ta hedh në këto rrjete sociale, shkurtimisht çfarë kam bërë. Ti je mik. Ti tani je miki i Trup Podcastit. Neve jemi shumë të nderuar. Ne jemi shumë të nderuar që të kishim këtu një mendje si puna jote, ta them shumë sinqerisht vëlla. Dhe në qoftë se ty të duhet hapësirë, pa fund hapësirë, 3-4 orë, 5 orë, për me fol për gjetjet e tua, ja ku e ke dritaren, sepse ka njerëz që na ndjekin vëlla. Ta them shumë sinqerisht. Po ka njerëz. Ka shumë njerëz që ndjekin, që e kanë pasionet të gjitha dhe ta thash që të kryet herës që kemi një audiencë 55% jashtë të diasporës, pra Kanada, Amerikë, Angli, Gjermani, Itali, Francë, Greqi, dhe kemi në pjesë dërmuese me intelekt, që është shumë e rrallë. Kjo është e mirë. Është shumë e rrallë. Unë kënaqem me pyetjet që më bëjnë vëlla. Nuk e ke iden sa pyetje të bukura më bëjnë mua të ftuarit live, se veçantia e këtij podcastit ndoshta është podcasti vetëm bot që bëhet live. Se ky ka dhe live seksione. Dhe në qoftë se ti ke dëshirën e madhe që ta provokojmë një live, të marrim disa teorira bashk, dhe ti fusim edhe të ftuarit, sepse mund të bëjmë pyetje perla. Po, shumë mirë ishte. Më pëlqen kjo me pyetjet improvizuese në moment. Me pyetjet moment, pra, siç neve nuk e dinim se çfarë do diskutonin me njëri tjetrin për postet dashamirësisë tënde, që pranove me të parën një djalë që nuk e njeh, por që ti e pe që kisha një lloj konsiderate për juve, pranove, u lidhe me njëri tjetrin, më besoj që njerëzit kërkojnë, njerëzit duan shumë të shohin Trup Podcast, se ma kanë thënë, sepse i plotson parametrat e emrit podcastit, se ke tru edhe folëm për trurin 1 orë gjys bashk,
universit, truri, do ishte shumë mirë që neve ta integronim në live. Ti vazhdoje rubrikat e tua që bën me fëmijët, me astrofizikën, ato janë e jotja. Por të kapur nga publiku, ja ku e ke portën. Faleminderit. Po, shumë gjë e mirë është kjo. Valutoje, ke njerëz me pyetje shumë bukura. Është lloj teme që ne mund të flasim për alienët, për nën tokën, për Danten, për çfarë do lloj gjoje, i vendosim temat tona. Mund të flasim me orë të zgjatura në një ditë javës që ti e ke të lirë. Po. Ose në fundjavë, e bëjmë edhe në fundjavë, ose po më mirë është gjatë ditëve të javës që është audienca më e përqendruar. Edhe në Kanada, kam dhe momente gjatë javës. Po. Kam momente gjatë javës që jam i lirë, po. Edhe një pyetje e fundit fare e dua me po se jo. Toka e shesht apo e rumbullakët o Erald? E rumbullakët. E rumbullakët, përfundimisht. E rumbullakët. Pse? Dhe unë kam thënë shumë shembull, dhe do ja prap shembull. Atëherë, normalisht po, më fal. Në natyrë çdo trup i madh tenton të rumbullakoset. Po. Shembet në veten e vet, prej gravitetit. Kjo është më e thjeshta fare, domethënë. Ma shpjego pak mua pacientit ma shpjego se tu mike. Domethënë rumbullak ka tendencën të bjeri. Ma shpjego vlla se më humbe këtu. Normalisht toka sferike ka shumë fakte që kanë thënë, po ideja është që normalisht kemi një pikë uji. Uji kur takon në një plan sheshohet, shtypet. Kurse kur e kemi në hapësirë, tu kemi parakisë së ja për shembull, uji tenton të rumbullakoset të rrisë si rreth, si sferë. Po. Çdo trup elastik tenton të mblidhet, të bëhet sa më top, me qëllim që të ketë sipërfaqen sa më të vogël të mundshme. Tensioni sipërfaqësor tenton ta mbledhë këtë trup në një sferë. Po ashtu dhe toka, është gur themi ne. Por guri është i vogël, është shumë i fortë. Kur kemi gur të madh, ai është i butë, fillon të bëhet më elastik. Për shembull ke shufrat e hekrit. Një shufër hekri kaq i gjatë, kaq i gjatë është e fortë. Është shumë nuk e lëvizet. Kur e ke të gjatë ajo është si ujë. Është si ujë. Kështu është dhe me çdo material që është. Dhe normalisht një objekt shumë i madh nuk mund të rrijë drejt me forcë. Do të bjeri, do shembet ke vetja vet në të gjitha drejtimet. Dhe ajo që përfundon fare është një sferë. Sapo më shkatrove çdo lloj dyshimi që un kisha për teorinë tjetër, më binde vlla, me kaq. Vetëm me atë shufrën binde. Po. Ka shumë, mund të flasim shumë për këtë, se ka shumë shembull kam thënë, e do jap prapë disa shembull të tjera, kam disa shembull të tjera. Vazhdimisht nga një shembull. Atëherë gjatë javës unë do ta them me kismet Zotit, me Zotin tim edhe tëndit, se kemi të njëjtin Zot. E kemi këtë shprehje. Jo, kemi të njëjtin Zot, se Zoti jonë është universi, është natyra. Janë ligjet e fizikës. Kjo është. Te po mësojmë po. Ligjet e fizikës janë Zoti, nuk është njeriu që na flet e veshi. Neve do flasim për tokën e shesht, pro dhe cons. Unë do bledh informacione për tokën e shesht. Për shembull, një nga gjërat që unë ty do të pyes është si ka mundësi që Hekurudha që lidhi lindjen dhe perëndimin e Amerikës nuk kishte as edhe një lloj kurbature, po t'ishte toka e rumbullakët. Po, si nuk kishte ajo kurbaturë. As si lloj kurbature. Normalisht duhet parë rruga e shinave, dhe është shumë gjë e bukur, nëse mund të ndoshta mund të ishte një fushë gjatë deri në horizont, aty shifet ajo. Nëse fusha është e gjatë me Hekurudh deri në horizont, dhe mund të dëshgosh një lazer paralel me shinat, dhe e sheh në horizont dritën e lazerit si është. Drita e lazerit do jetë shumë lart. Do ngrihet. Vjen këtu, edhe duke qenë se kjo harkohet, drita do të vijë kështu, do dalë jashtë. Ka shembull plot që mund ta shohësh atë, mundsi. Që të shohësh se si Atëre, neve javës tjetër do kënaqemi live me pacientët tanë për tokë e shesht dhe tokë e sferike. Po Erald, ishe shumë kënaqësi, mezisa po e pres të rubrikën me ty, nuk e ke den. Mezisa po e pres. Kam politik, kam sociologji dhe psikologji me Genten, edhe një gjë që mua më ka mrekulluar të rjetën që është teoritë e pafundme të universit.
Po. Dhe jam Do përballemi me këtë. dhe jam shumë i lumtur vlla, jam shumë i lumtur që do të kem bashkëtar si dy inner childa duke kërkuar teoritë e universit. Më vjen shumë mirë për Normalisht këtë. shumë kuriozitetin, patjetër. Më vjen shumë mirë për këtë edhe të mirëpres do flasim pasi ta mbyllim, do flasim edhe për akordimin e kohës e gjitha me radhë sepse nuk dua që të bëhet barr. Dua që ta bësh me dashuri vlla. Nuk e dua si Po, barr. jo, kjo është Më kjo thon, është kënaqësi, kjo është biseda me njerëzit është gjithmonë kënaqësi, po unë i pranoj gjithmonë tesa se normalisht njeriu duhet të komunikojë për përmirësimin e tjerëve dhe vetes. Nuk ecën dot ndryshe. të falenderoj vlla, të falenderoj shumë. Po të lë të lirë tani për të takuar javës tjetër në Tru Podcast me Erald Bunecin, astrofizikantin ton. Eraldi është i djalë që nëse e kuptoni apo jo, nëse doni apo e urreni, nëse ju duket super inteligjent apo super delirant, ju ka treguar vetëm një gjë në këtë diskutime me mua sot. Pyetja është çelësi që hap portat e universit. Mos harroni të pyesni. Dhe siç ka thënë Albert Einsteini, që është një nga dashuritë e mia pas Teslës, pyetja është turpi i çastit, mos pyetja është turpi i jetës. Natën e mirë, natën e mirë pacient, natën e mirë.